Hazrat Aisha radhiyallahu anha tregon gjithashtu se një natë kur ishte radha e saj, ajo ra në gjumë dhe profeti sallallahu alaihi wasallam doli në heshtje nga shtëpia. Ajo mendoi se kishte shkuar te ndonjë prej bashorteve të tjera, e shtyr nga ndjenja e xhelozisë, ajo doli pas tij, por e gjeti profetin të shtrirë në tokë në sejdë, i përkulur si një rrobe palosur. Ajo thot, e dëgjova që po lutej. O Allah, për ty janë në sejdë trupi dhe shpirti im. Zemra ime beson në ty. O Zoti im, këto janë duart e mia të shtrira përpara teje, dhe çdo padrejtësi që kam bërë ndaj vetes sime është para teje. O i madhërisëm, prej të cilit pritet çdo gjë madhështore. Më fal çdo mëkat të madh. Tani edhe pse profeti sallallahu alaihi wasallam ishte njeriu më i përsosur, që në jetën e tij nuk gjen dot veç se vepra të mira, ai përsëri shprehe me përullësi duke thënë se kishte bërë padrejtësi ndaj vetes dhe kërkonte falje nga Allah. Hazrat Aisha tregon se profeti sallallahu alaihi wasallam e ngriti kokën nga sejdja dhe e pa atë, ai e pyeti: "Çfarë të nxori jashtë? Pse dole kur ishe duke fjetur?" Ajo u përgjigj se kishte shtyr mendimi që ai mund të kishte shkuar tek në një bashortë tjetër. Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: "Padyshim, disa paragjykime janë mëkat, më pas ke dyshuar." Dhe e pyeti nëse kishte dyshuar për të, sepse dyshimi është mëkat. Ai e këshilloi që në raste të tilla njeriu duhet të kërkojë falje nga Allahu dhe të ruhet nga dyshimi i keq, nga mendimi i keq. Pastaj i shpjegoi duke thënë: Gjibraili alayhis salam më kishte ardhur, ma kishte mësuar këtë dua për të bërë në sejdë, andaj edhe ti bëje, edhe ti këtë dua në sejdet e tua bëj. Tha profeti sa, këtë dua bëje nëse edhe në ti në sejdet e tua. Ai tha se kush e bën këtë dua me këto fjalë, me besim të plot dhe duke kryer edhe vepra të mira, Allahu do ta falë atë përpara se ai të ngrej kokën nga sejdja. Kjo nuk vlen për atë që nuk kryen vepra të mira dhe vetëm i lexon ato pra fjalë formalisht,